Është ditë Bajrami dhe jo çdo profesion është në pushim siç jemi ne gazetarët, por me shumë qejf kemi dalë kësaj radhe në teren, sepse po shkojmë si mysafir tek Fjolla Gashi. Apo do një musafir ajo? Mirë se keni ardhur, faleminderit shumë, mirë se erdhe. A jeni mirë? Si jeni? Mirë, jo. Urime Bajrami? Urime gjithë shikuesve tonë. Shikuesve, mirë se keni ardhur, ma keni bo qefin shumë. Hajde, urdhnar. Fjoll, a i preve tortet? Po, i preva, veç nëse mundesh më ndihmu pak me lanqe? Po, qef. Hajde. Faleminderit. Fjoll, faleminderit që po na pret në shtëpinë tënde. Ku e pret zakonisht Bajramin? Erza, të falenderoj për zemrës që sot keni gjetë kohë me ardhur për Bajram në shtëpinë time. Jam shumë e nderuar që ju kam juve sot këtu dhe mendzi kam prit me ardhur ju edhe me i bu disa gjëra gati me i përgadit që më ju prit juve sa më mirë. Unë zakonisht Bajramin e pres me familjen e bashortit tim. Shkojmë sepse fëmijët, gjyshrit e vet i kanë në Gjakov dhe mendzi presim kur të vinë këto festat, kur të afrohen, me umbledh me familje, gjyshrit me shiju momentin me nipin, me mbesën, me neve dhe është një moment shumë i bukur që të mbledhë gjithë familja dhe të hajmë një drekë të Bajramit bashkë. Besoj se edhe fëmijëve kjo do ju mbetet, kështu si një kujtim i këndshëm kur triten, po dua të kthehemi edhe tek fëmijëria jote. Po. Çka keni gatu, çka mban mend mbasi nënën tënde du të gatu për Bajram, apo si e festonit në atë kohë? Po tash dihet që kohrat pak kanë ndryshu, edhe festa e Bajramit, si kur çdo festa tjera, pak e kanë ndryshu tematikën e festimit. Unë e maj mend kur kam qenë e vogël, për Bajram, mami jem ka gatu shumë ambelësira, baklava, ka qenë një prej ambelësirave që ka qenë e domosdoshme për Bajram. E mbaj mend që kanë ardhur shumë mysafir. Shokët e babit, familja e gjerë e familjes time në Prizren kanë ardhur për Bajram shumë dhe shumë ka pas hyrje e dalje. Kurse tash këto vitet e fundit na gjithë e dim që Bajrami edhe festimi i kësaj feste pak ka ndryshu, sepse njerëzit kanë obligime tjera, jeta ka ndryshu. Pastaj disa çifte rinia pak për festën e Bajramit përshfrytëzojnë kohën edhe po dalin jashtë shtetit. Po i shoh shumë që po shkojnë për vendet bregdetare, po shkojnë diku në vendet evropiane dhe nuk po e festojnë me familjet e tyre. Unë jam kundër kësaj, unë jam ajo fjolla pak ma tradicionalja, sepse kam qef që festat gjithmonë me i festu me njerëzit e zemrës dhe familjen. Tash ne po festojmë me torte, me lëngje, kemi lënë pas muajin e Ramazanit, a jenë ndër ata njerëz që e mbajnë agjërimin? E vërtet, Ramazani shkoj, unë jam një ndër ato gratë që kam qef me agjëru dhe kam agjëru edhe këtë Ramazan. Ka qenë një ndjenje papërshkrueshme, një qetësi shpirtërore që ta jep ky muj, nuk ta jep asnjë muj tjetër. Kështu që mirë se erdhi edhe Bajrami tash me i festu ato begatit tona dhe të mira tona me ambelësira, me gjërat mira dhe me pozitivitet. Po sa vështirë është për ty si këngëtare të agjërosh mbase edhe të gjesh kohë kështu për të festuar Bajramin në shtëpi me pranë familjes tënde? Po me thonë drejtën nuk ka qenë shumë problem, sepse kjo agjërimi i Ramazanit është pak edhe bindje personale e një personit, kështu që për mua kjo ka qenë personale, është diçka që unë e ndjej shpirtnisht edhe kom qef me agjëru, nuk e kom pas problem, se kur njeri bindet që don me e bu një veprim, don me bu diçka, ajo nuk vjen masandej si presion edhe si ngarkesë ma vonë.
Unë jam nane 2 fëmijëve, kam angazhimet e mia ndaj fëmijëve, ndaj shkollave, kurse unë kam punën time në Filharmonitë Kosovës, punën e përditshme që e bëj, kam mbrëmjet e mia, gjithashtu që këndoj. Tani pasi jemi edhe në Bajram, cila këngë të bjen ty ndërmend kur përmendet kjo festë? Më kujtohet një këngë gjithmonë që edhe kur t'jemi gjatë muajit të Ramazanit, por edhe kur përfundon dhe na vjen Bajrami, më kujtohen këngët e bukura të Shqipërisë së Mesme, që është 30 ditë e Ramazanit, as kom hangër, as kom pije, kur vjen dita e Bajramit, bashk me Lalën do të shkojmë në xhamie. Kur vjen dita e Bajramit, bashk me Lalën do të pim rakije. Çfarë kënaqësi është, t'jem mysafire e ftuar te Fjolla, nuk I keni idenë. Po ti Faleminderit je shumë. pjesë e skenës që shumë kohë, duket që kur ke qenë në shkollën Në shkollën e mesme, po, në prej asaj kohe kam nis me këndu, kam këndu një herë vetëm në Prizren, prej vendit nga unë e vi, pas një kohe u bona pjesë e grupit Hana Band, kjo punë ka kohë para 18 viteve. Pastaj një kohë kom pauzu, dhe tash që 4 vitet e fundit jom rikthy kështu të ma fuqishëm në skenë edhe në muzikën popullore. Prandaj edhe kam dashur me të pyeta, është diçka që mundesh me na tregu ndonjë fakt interesant rreth vetes që ne tashmë nuk e dim. Ndonjë fakt interesant, jo prej fakteve interesante që mundet me t'inglu bukur është që une asnjë punë në shtëpi nuk e bëj pa elshu muzikën. As kur t'him banjo mulo, nuk hi pa muzikë. Kështu që tash edhe fëmijët e mi janë mësuar prej meje, une veprimet e mia që I bëj çdo ditë, edhe ata kur t'hin banjo me u pastru, I shohin këngët e veta që I kanë qefit edhe qështu. Fjollti së fundmi e ke lancuar edhe një këngë të re, edhe kjo kënga ka një veçanti në të, kështu që na trego edhe për publikun. O, sa bukur Erza që e solle këtu para publikut me përmend, se është një veçanti që shumë pak njerëz e din, edhe vetëm rrethi dhe familja e din, që në këngën time më të re Gëzuar dashni. Është kënga ime më e re që I kushtohet çifteve të reja ose çifteve që dashurohen, që dojnë m'ia shpreh dashurinë njëri tjetrit, ku do qofshin ata. Qofshin diku jashtë, ose çiftet e reja që martohen, që hynë në sallë, ose që e prejnë tortën. Është këngë me një tekst fantastik dhe e veçanta e kësaj është që në videoklip është vajza e vllaut tem. Domethënë unë jam halla, ajo është mbesa ime që është aty në videoklip një vajzë e bukur me sytë e kaltërt. Unë kam pas qef shumë edhe me produksionin që e kam incizu videoklipin, kjo ka qenë si ide e përbashkët. Thanë, mu nevojet ke një qift, në fakt një qift I ri që janë martu për pjesën e videoklipit dhe ata më thanë, po tha, vajza e vllaut tënë, tha, që u martu tha para 3 muje, e ka bo një dashëm të bukur, tha, nështë ta nuk prish punë, me jap marrë disa pamje të asaj për videon e këngës tonde. Do me thënë ka qenë surprizë Kjo për ka të? qenë surprizë, po unë njëherë thash po, pastaj u doft normalisht me bisedu edhe me vajzën, me bashortin e saj, ja pranojnë, ata kam pranu dhe unë jam halla ma e lumtur në botë, që e kam një videoklip, një video që kam mbet gjatë në rrjete dhe aty shihet që halla këndon së bashku me mbesën e saj në videoklip. Edhe halla më cool gjithashtu ta kisha unë një hall që këndon të më bë një videoklip. Ti një hall nuk e ke, po ti e ke një shoqe, e ke një këngëtare që mundesh me llogaritën to, për çka do që ki nevojë ti për gëzimet e tua personale, unë do t'jem aty për ty. Me kismet e para Me që do të kismet. telefonoj. Apo na e këndon një sekuencë të vogël të kësaj kënge? Po, patjetër. Gëzuar për ty edhe për mua, miliona herë nga shpirti im të dua. Gëzuar, gëzuar dashni, jeta ime je vetëm ti.
Shumë ishte kënaqësi që e bënëm këtë intervistë. Faleminderit shumë, po mos e zgjat më shumë Mirza se diqysh si mbas muhabetit poshtë që po do në muqu. Po, Muqu jo, pa e pika një qaj, qysh e ka zakon tradita, edhe qysh e ka zakon shqiptaria, me pika një qaj edhe pastaj je e lirë me shku.